Edhe pse gjatë orëve të fundit të rreshtit e shiut kanë ndalur, përmbytjet kanë lënë pas një seri problemesh. Niveli i lumeve është rritur ndërsa në disa rrugë ka bllokime për shkak të ujit dhe rrëshqitjes së dherave. Qarku Shkodër mbetet një nga zonat më të prekura. Fshati Obotu zgjua këtë të hënë tërësisht i izoluar. Rruga tashmë është e pakalueshme edhe për mjetet e larta të ushtrisë, ndërsa në përdorim janë rikthyer varkat. Edhe sipërfaqja nën ujë është zgjeruar në të gjithë bashkinë Shkodër, në 1000 hektar, dyfishi asaj të një dite më parë. Banorët thonë se shkarkimet e hidrocentraleve përkeqësuan gjendjen prej mesnatës. Dje qysh mes dhe në darkë, ka hi ujë në bëdram. Dam ka shkatru ujë bën dam gjithmonë. Nuk është pyetje. Uji edhe zemi disë djegun. Do më dhe gjithë kanë shumë 1 metër ujë ma tepër. Na kam një mruk kërërar i shatit, ishtë një baktit si e kom bërë. Kena 100 dilim tokë, mëtën ngron. As kërkush s'ka me na pa. As me kjo. Në Lezhë gjithashtu përmbytjet kanë prekur kryesisht tokat bujqësore, rreth 1200 hektar janë në ujë, kryesisht në zonat Baldren dhe Zejmen. Në Vlorë nga ana tjetër situata po përmirësohet gradualisht. Niveli i ujit të lumit Vjos në zonën e Novoselës ka pasur rënje dhe situata po shkon drejt normalizimit, megjithatë mbetet në monitorim të vazhdueshëm. Në bashkinë Selenic vijojnë rrëshqitjet e tokës në fshatin Vajzë dhe në disa akse rrugore rurale. Në Pogradec janë raportuar shkarje dherash në segmente të rrugëve nacionale dhe rurale, si dhe rreth 25 hektar sipërfaqe toke nën ujë. Qarku Gjirokastër vijon gjithashtu të ketë probleme në disa bashki. Rruga e qafës së Çajupit mbetet të bllokuar, ndërsa po punohet për përforcimin e argjinaturës së lumit Drino. Në bashkitë Libohov, Memalia, Përmet dhe Këlcyr janë raportuar rrëshqitje të shumta dherash që kanë bllokuar rrugë rurale dhe kanë rrezikuar banesat, duke e bërë të nevojshëm evakuimin e përkohshëm në disa zona.